që kur jam takuar për herë të parë me bijën, e kam bjerë të gjithë hallin, të gjithë mërzin, të gjithë ngarkesën dhe lodhjen që bija e ka nga gjitha kjo. Edhe në sy të bijës kam pa thjesht një femër me ëndra shumë të ndaja, po që jeta e përplasi vështirësi, edhe minimumi gjysma e femrave atje për jashtë që ta ndjekin, përplasën këta vështirësi të jetës. Vetëm se doja t'ju them, kur t'ju vi momenti që është ai njeri që ju a zjat dorën për t'ju ndihmu vërtet, ose ju vjen ai shans të dera që ju treket, kapeni, shfrytëzojeni, sepse përderisa keni qenë të forta dhe keni jetu deri në ditën që ju ka ardhur shansi, jeni të forta edhe për të ndryshuar jetën dhe për t'ja nisur nga e para në ëndrat tuaja. Edhe për njerëzit që bëhen paragjykues, që shohin ndoshta femra ose meshkuj që bëjnë punë që ju mendoni që nuk janë të mira, edhe realisht me drejtën hyjnore nuk janë të mira, mos i paragjykoni, zjat ju aty dorë ndihmojeni, se po presin momentin për një njeri mirë që t'i shpëtojnë. Zoti s'na ka sjell kot vetën bashkë me njerëzit në këtë jetë.